A mund të ekzistoj familja në sajt të barazisë gjinore? Ngrihet më të madhe barazia gjinore që mashkull dhe femra, domethënë janë barabartë, por edhe të njëjtët njerëz që flasin për këtë pjesë, thonë që ne nuk jemi kundër familjes, ne nuk jemi kundër domethënë lidhjes prind dhe fëmijë, dhe ne do të vazhdojmë ta ruajmë domethënë atë traditën do të themi, domethënë duhet ta themi traditë e përcaktuar në librat hyjnor, tradita domethënë e njerëzimit që prindrit, babë dhe nën, lidhja prind dhe fëmijë. Domethënë thonë që ne do t'i ruajmë këto terme, këto koncepte, këtë natyrë, por nëse do të themi që në të gjitha aspektet mashkull dhe femra janë barabartë, realisht nuk ekziston familje. Dhe për këtë arsye faktet tregojnë, po dhe shifrat, që në shoqëritë ku ngrihen më të mëdha këto probleme, gjysma e njerëzve nuk martohen një fare. Kërkojnë të plotësojnë dëshirat në mënyrë shtazarake, dëshirat seksuale dhe të tjerë, dhe pa u martuar, jo sipas ligjit hyjnor, që është martesa. E dyta, rreth gjysma e fëmijëve lindin nga marrëdhëniet paligjshme seksuale, kështu që këta fëmijë nuk kanë rrej, nuk rriten në gjirin e familjes. E treta, një pjesë e madhe e martesave shkojnë drejt divorcit. Se kjo çon në probleme të mëdha. E katërta, ideja se burri dhe gruaja janë barabartë në familje, çon domethënë në shkatrimin e familjes për shkak se familja ka nevojë për një të parë. Familja ka nevojë për drejtim. Pretendimi që do ruajmë familjen, vlerat familjare, pa i dhënë të drejtën burrit që të jetë i pari i familjes, është mashtrim. Nuk mund të ekzistojë familja. Duhet ta dinë mirë femrat, sepse besoj se një pjesë e femrave mashtrohen me idenë e barazisë gjinore, sepse është ide mashtruese, të josh barazia gjinore, do të jemi të barabartë me burrat, do fitojmë këtë dhe atë. Kjo është mashtrim. Në shumë shoqëri po e vuajnë këtë. Tashmë ka zëra që po ngrihen, që po shkatroni, po dëmtoni femrat, po dëmtoni familjen. Në qoftë se familja nuk ka një të parë, nuk mund të ekzistojë. Po jap disa shembuj, domethënë për ta kuptuar më qartë këtë pjesë. Shoqëria nëse nuk ka një të parë, ka një kryetar shteti, do të jetë anarki, do të jetë rrëmuj, nuk ka kush zbaton ligjin, kush merr vendime. Patjetër ka nevojë për një të parë. Dhe anija ka nevojë patjetër për një kapiten. Sepse do e humb orientimin në det, do të mbytet. Dhe makina ka nevojë për një shofer. Kështu që dhe familja patjetër ka nevojë për një të parë. Prandaj Allahu i Lartësuar ka caktuar burrin si të parë. Ka thënë Kur'an, "Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa". Këtë do ta dinë, domethënë, ka dhe muslimanë që kanë filluar me ujë dyshimet. Ka dhe femra muslimane që joshin këto ide të këqija liberale, idetë e feministëve apo feministëve. Allahu na ruaj, që janë në dëm të femrës. Allahu ja ka caktuar si përgjegjësi burrit komandimin, drejtimin e familjes. Po kjo nuk do të thotë që burri nuk do këshillohet me gruan. Gruaja ka vendin e saj në familje, ka përgjegjësinë e saj, po burri është i pari i familjes. Dhe burri para se të marrë një vendim do të këshillohet me gruan. Amo ligji hyjnor cakton burrin si të parë, dhe ai ka aftësitë, ka kapacitetin. Gruaja do të ndihet shumë më mirë që ajo të njohë si të parë burrin, si shtylla e familjes. Gjë që ka përcaktuar Allahu i Lartësuar. Kështu do ta bëjnë jetën të lumtur si burri dhe gruaja. Do plotësojnë të drejtat të dy. Ndërsa nëse nuk e njihet kjo e drejt burrit, s'ka familje. Mashtrojnë ata që thonë se do ekzistojë familja, do promovojnë vlerat familjare. Për këtë arsye, në shoqëritë ku nuk njihet e drejta e burrit si i pari i familjes, nuk ekziston familja. Allahu subhanahu wa taala na ruaj.